Për gati 5 ditë, rreshqitja e dheut në fshatin Likov, në vendin e quajtur Ujitharët, po rrezikon shtëpit, përfshir edhe bakëtit e një familjeje. Gazeta Lajm dhe Lajm TV ishtë në teren. Banorët e rrezikuar kishin lëshuar shtëpit e tyre dhe kishin larguar gjërat me vlerë nga shtëpit e tyre, deri në pritje të stabilizimit të situatës. Banorët e kësaj komune thonë që kjo pjesë ka qenë gjithmonë e rrezikshme. Ata shtojnë se ndjejnë rrezikun dhe presin nga autoritetet kompetente të marrin masat e nevojshme. Rrezik i madh shumë është, me të që shohim çka po ndodh, rreshqet toka, banorët kanë dalë pi shtëpie, bakti ka këtu, i kanë nxjerr pronari. Ka pasur edhe bakti? Po, ka bakti, ka pas këtu. Unë më kon që tonë sun rri. Nuk jam i këtij fshatit, dola vetëm ta shoh, po shumë është rrezik për këto banorë që jetojnë këtu. Se po të bjerë kjo hapësinë e madhe të shkatron tu di shtëpitë mund me mit njerëz. Duhet me intervenu shteti me marr masa për këtë hapësirë këtu çka bën. Se shqipni edhe murja shkatru krejt, mund me mit njerëzit ato të asaj shtëpisë, e kanë lishu shtëpinë, se është shumë rrezik, lëvizin njerëz me kera këtu, mund me ra me mit edhe njerëz në rrugë. Se për ndryshe kjo s'ban kështu, nëse lihet kështu, kjo është rrezik për njerëzit. Kjo është rrugë komunale. Po gjithmonë ka qenë kjo pjesë e rrezikshme për arsye se në rëndësinë e tokës saj ka ujëra mjaft. Sidomos se ujnat janë ujnat të thartat. Për atë edhe paraqitet një zbrasinë e madhe e tokës, atë edhe lëvizje. Se herë që është, se di unë tash si të them, është kur është thatë apo kur është shira. Po më duket më shumë kur është thatësia e madhe, është me rreziku më i madh. Për arsye se atëherë zbrazin ato gropat që ka qenë ujë dhe mund të lëvizë edhe brenda e tokës. Kështu që rreziku është i madh. Më vonë, për të parë se si është gjendja dhe për të kontrolluar shtëpinë e tij, erdhi Agim Shukriu, pronari njërës nga shtëpitë e rrezikuara. Ai na tha që çdo ditë më tepër gjendja është përkeqësuar. Mbrëmjen e së premtes, të shqetësuar me familjen, fëmijët e lëshuan shtëpinë, duke i larguar edhe bakëtit që kishte. Unë jam Agim Shukriu, pronari i kësaj shtëpisë. Po në mbrëmje ishmi të kafshët, t'i kry punë të obligimeve çka duhet. Kur dolëm e pam vija rruga e krisur, atë ditë dhe njerëzit u dëgjom më shumë më kris, edhe u detyruam të largohemi pi vendit, pi shtëpisë. Si e përjetuat, menduat që duhet dilni komplet, plus e keni pasur edhe baktin, ku menduat që do gjeni strehim pak për këto ditë? Po na tregova mbrëmje pam rrezikun e tokës. Jo, bëmë detyruar të largohemi pi shtëpisë, tregova fëmijëve, shoqës. Edhe faleminderit i tregova edhe sekretarit të komunës, kryetarit, policive, Maqedonisë, zonën të Kumanovës, me ati që kanë ardhur në rregullisht. Ne kemi kontaktu me këto, kemi pas kontakte gjithë me këto, për largimin e përshemjen e tokës, për gjitha. Faleminderit edhe komunës. Ka bërë iniciativë për rrafshohen në vendin me rregullamentin që është më e mirë. Gazeta Lajm dhe Lajm TV kontaktoi me komunën e Likovës, të cilët na thanë që tani më komuna ka ndërmarrë një sër masash urgjente me qëllim garantimin e sigurisë së banorëve dhe minimizimin e rrezikut. Nga komuna shtuan se kanë ftuar edhe ekipet inxhinierike të institucioneve shtetërore.